nuk dohet me vendosë rripin e sigurisë. E ke parasysh rripin e sigurisë në veturë. Pse s'dohet me vendosë personat që janë më të vogël se 1,60 m dhe ata që janë mbi 1,90 m. Edhe nëse e gjon përgjigjen lirisht, pranë të njëtë janë rëzëro për eksiksit. Allah hile, ti, sa interesant, ke njës mi plëtsu temat e tuja. Okej, prit, Nalo, Maje, tregom, ka një përgjigje të sakt për këtë pyetje? Po, si pas studimit tim, unë e kum zirë përgjigjen e sakt. E ta shtë që... Ku jo nduar trokitjet? Jo, ti s'po shkon pa duar trokitje. Va. Përse mëj me aliberu në fond të emisionet. Qa mundesh edhe njerë? Qa më na bo? Mëj me a tregu përgjigje në fond të emisionet. Qëndra në lindë e përballu me dëgjuz vetë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me i merën. I merë. Se nuk duhet me vendosë rripin e sigurisë në 1,60 cm persona dhe mbi 1,90 m. A ke do një përgjigje? Po, nuk e di, po ja mësë është që është i shkurt e së në ngjetë. Jo. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Në kanë do bisedë? Ti jeni. Po, a ke do një përgjigje për pyetjen? Duhet me pyet ekspertin e veturës që kanë kriju. Fata, Ka ishin. Po, ata e kanë kriju rripin, e kanë kriju në dy forma. Ashtë forma e poshtme që vendoset të rripi i pantollave, dhe është kjo pjesa e përme që shkon për midis gjoksit, kakrarori dhe përfundon analte. Për çfarë arsye për çka nuk bën me vendos personat që janë nën 1,60 m. Apo në një pyetje. Po, no? E ditës, apo një abo një pyetje. Hajde, Fata. A ka mundësi një kurs me hapti për këtë çështjes, problem të kameron të jetë. Po besoj deri në fund të temës, bukin amon kursin. Fatan, thank you. 99.9% nuk janë të informu në lidhje në këtë pyetje. Mirë, buki, mos e bos sikur keme zbuluin mineral, dhe ai ku ka zbulu dhe i vakti e kret, shkor djali mirë bjeri. Hajde, po presim përshëndet, Fatan. Faleminderit, Fatan. Alo. Përshëndetje. Me në verin. Përshëndetje. Po, në vera, a kemë do një përgjigje? Ka vallaj nëse është ndukën ligj, po thamë që është ndukën botë e lejushme, vetëm arqia është që e shkurti dhe mon e pengër rripin shët. Edhe ko drejt dhe mon më smëllirë. Po, tjetra përgjigja, ka disha tjetën? E tjetra ma më nërmenja. Ata që janë mbi 1,90 m? Mbi 1,90 dhe mon nuk e përshtatët dhe rripi dhe mon edhe dhe mon është pjesa e melqis dhe mon ka mundësi që e pëndën dhe mon rrëft aksidentin në melqis. Bravo, Brenda, që përgjigja? E të saks është kjo. Seriozisht. Faleminderit ty, e ditë. Ku faleminderit ty, jo, se ki thonë premtimet mdhaja. Ka dalë. Po? Dhe më thonë, nëse është i shkurt, i pengon fëte, nëse është i gjatë, i pengon mëlqi. Po, për atë arsye edhe kur u prodhu që njësa e poshtme me kanë këtu të kukat në fund deli dhe me alkasht rripi. Një është 85. Edhe kjo pjesa e përmes gjoksit, a ke po? Përmes gjoksit e të krahrori. Që në rast të aksidentohesh, pjesë kryesore që i përballojnë shtypjet kanë që kjo e gjoksit edhe kjo në fund të deli. A nëse është në 1,60, ajo bjen në fët. Për momentin Djoncana është i ullur në vetur me taksistin që është 1,54, i lidhur me rëp dhe s'po i pengon rëpi. 1,54 është. Edhe ja kom qilua ju. E ke qilua në verë. Qëtë shpërblim? Një rezervot pranë të projeksisit e kive që janë shënime të regjia. Okej. T'ju lexoj pak qa thot ligji për trafikun rrugor në Kosovë, sidomos për rripin e sigurisë. Ta shohim çfarë të drejta kena, çfarë jo, se neve na nal polici thot
Kjo është rruga ku ti mundesh me vozit edhe pa rip, për që i dim rregullat edhe ligjet. No. Personat të cilët lirohen nga përdorimi i ripit të sigurisë, për personin që posedon certifikat mjekësore me të cilën vërtetohet se i shfaqen efekte anësore negative, po që se e përdor ripin e sigurisë, pra që nëse ka probleme me mëlçi, lirohet, mban letrën afër. Për gruan shtatzën, për policin apo personelin tjetër të autorizuar gjatë transportimit personave të arrestum, për personat e autorizum zyrtar që ofrojnë mbrojtje të afërt të personave, për personelin e shërbimit mjekësor gjatë ndihmës së parë dhe gjatë aktiviteteve të detyrueshme, për personelin e sigurimit që është duke e bartë një shumë të konsiderueshme të parave të gatshme, për personin e sëmurë që bartet në ulsen e invalidëve. Qartë, shumë bukur.